Dhe jemi këthy kështu bashkë tek pjesa e magjikëve të vegjël, fëmijëve tanë të dashur që unë gjithmonë e thamë që pjesa ma e bukur, ma pozitive që jep dhe transmeton dashuri të madhe janë pikërisht fëmijët kur vinë në studion tonë. Para pak javëve, disa nxënës të shkollës Elena Gjika, e shpjegova edhe në fillim të emisionit, e kanë pas një udhëtim miqësor me një qytet të Turqisë, që është qyteti Erdine. Këta nxënës kanë pas aktivitete kulturore, kanë prezentuar vendin tonë, veshjet tona, muzikën tonë, e detajet tjera të cilat do t'i mësojmë prej tyne, në pamundësi me i thirë krejt grupin që kanë qenë në këtë udhëtim. Ne sot kemi ftuar Liburna Ilazin, Tuana Krasniqin dhe Driana Sopin, të cilët tashme janë studio me mu. Mirë se erdhët. Shumë faleminderit që jeni ardhur te on, edhe shumë bukur po dukeni. Faleminderit. Qysh ka qenë udhëtimi në Turqi, unë e thash që ka qenë një prej udhëtimeve të cilat e keni bërë miqësor, po do ta kuptojmë pastaj gjatë bisedës. A ka qenë udhëtimi mirë, Liburna? Po, më ka pëlqyer shumë edhe jemi kënaq. A u konë eksperjenca jote e parë, Driana, kjo si udhëtim? Po, si udhëtim me shoqërinë, po. Tuana? Po. Edhe për ty ka qenë me shoqet udhëtimi i parë. Liburna, mundesh me më tregu pak pse ka qenë, ose cila ka qenë kjo lidhja miqësore e shkollës Elena Gjika me Turqinë dhe ky udhëtim? Çka ju ka lidhur? Cila ka qenë arsyeja që keni shku? Arsyeja që kemi shku ka qenë festivali Ballkanek, të cilin e kemi përfaqësuar Kosovën, që kemi këndu, kemi bu valle edhe me instrumente. Edhe na ka lidhë që në shkollë tonë mësojnë edhe fëmijë turq. Okej. Edhe besoj që kjo na ka lidhë. Keni dash me nda kulturat. Driana, unë me sa e di, siç më ka thonë edhe mësuesja, ka qenë për shkak të ditës së sovranitetit kombëtar, e cila është shënuar edhe si dita e fëmijëve njëkohësisht. A më tregon pak më shumë për këtë udhëtimin e juaj? Po, kemi kalu shumë mirë, kemi qenë atje për mi tregu kulturat tona, edhe pse u kon festa e 1 qershorit ka marrë pjesë këtë Evropa këtu, edhe na si shqiptar, kemi tregu edhe pak shkollën, që shkon si procedurë. Tuana, nëse s'gaboj atje keni shku të disa familje. A më kallëzon pak që ka shku? Ka shku shumë mirë, veç ka qenë vishë pak e vështirë me komuniku, po gjithsesi kena kalu shumë mirë. Kena mësu me kulturat e tyne, kena fillu me mësu pak gjuhën e tyne të tjera. Dhe me thonë, ju keni qenë në një familje ku ka nxënës të gjeneratës tuaj dhe keni flejt dhe keni qëndru të ajo familje për atë gjithë sa keni qëndru. Nuk kanë ditë anglisht ata? Qysh jeni kuptu? Jena kuptu për mes aplikacioneve. Nuk është goxha e vështirë, do me thonë. A ke e vështirë me u adaptu me atë familje, Driana? Shumë shpejt se më kanë me këprit edhe shumë mirë, më kanë tregu edhe pak, më kanë tregu edhe aty banesën, ku e kam shtratin edhe, po ka ty ka gjua kena pas pak vështirësi. Me Google Translate, tani më dasht me shkru me përkthy, po gjetje e mirë, bravo ju ko, vajza. A ka qenë buna e vështirë, për shembull, me që si një kuptu edhe i shku me një familje të huj, se ke njoftë kërkan, ju keni qenë nga një vajzë në një shtëpia, po? Se keni pas as shoqen, a ka qenë pak edhe stresuse si situatë? Po, personalisht mu ka duk pak stresuse, se natën e parë nuk disha asysh me komuniku, asysh mu gjinë, po pastaj kum fillu me përdor Google Translate edhe jam mësu me ta edhe jam adaptu. Fillimisht ditën jeni taku me ato familjet, apo? Po. Jeni njoftu bashkë me mësueset, me... A ka qenë ajo periuda, sidomos nata e parë, ku me që s'keni ditë gjuhën shumë mirë, kur i keni thirë mësuesin, mi thonë, hajde merna. Tuana? Prindërit, zakonisht. A prindërit? Se prindërit s'kanë qenë me juve veç? Po, juve që na, po edhe pjesa tjetër e grupit, këna pos vështirë, po ata që e kanë ditë gjuhën turke, e kanë pos normalisht më latë, por ja kena dollë mirë. Do me thonë, këto traditet që i keni nda, a keni dërgu dhurata, diçka prej Kosovës atje? Qa ju keni dërgu? One, ja kom dërgu një vizatim të hineshës në Francë, të cilin e kom bu vetë. Edhe i kom dërgu, personalisht, ja kom dërgu disa të holla nga Kosova për mi majtë si kujtim. Të cilat ata nuk i kanë, eurot e ki fjallën. Driana? Unë ja kom dërgu një hartë të Kosovës me mineralet të Mitrovicës aty të Tripqës, edhe në disa ëmbëlsira. Të Kosovës? Po. Cilën?
Liri, llokumat. Okej, llokumat, vendore të Kosovës. Kosovës. Sepse dhe ata janë specialistë në ëmbëlsira, po prapë se prapë ke qenë prodhim vendor. Tuana? Ja u kom dërgu një glob i cili ka qenë i rrethuar nga traditat tona, vendet me kulturë tonat, si për shembull Kaloja, Prizrenit e të tjera. Ndërkohë, përveç dhuratave që ju keni dërgu, kulturat që keni nda, bashkëbisedimit, sa ditë keni qëndruar atje? 4 ditë. 4 ditë, sa keni nda komplet jetën tuaj për ato 4 ditë, ju keni shfaq edhe kulturën tonë përmes këngëve, valleve dhe të gjitha pikeve artistike. Çka keni shfaq atje, Libuna? Atje pika e parë ka qenë Baresha, pika e dytë kemi bu një si lloj kore, edhe pika e tretë kemi bu një valle me çifteli. Krejt bashkë keni qenë në grupë? Po, krejt bashkë. Dikur s'ka pas ndonjë pjesë shqip, diçka në recitali? Jo, nuk e kena pas. Jo, asnjë pjesë diçka shqip që keni prezantuar s'keni pas atje? Po, shqip e kena pas si grupë. Muzikën? Po, si grupë e kena. Unë e di që emocioni parë ka qenë që si keni familjen gatë, sidomos prindë, se jeni të vogla ende dhe ka një udhtimi i parë pa prind. Pastaj emocion tjetër ka qenë prezantimi para një publiku të panjohur. Ama përshkruni pak ndjenjen që keni pas. Unë jam në fillim jam ndi shumë stres kur jena kom para se me hi në skenë, po kur jena dalë në skenë e kom kuptu që nuk ka nevojë mu stresu edhe e kom falë. Adriana? Fillim nuk jem konë shumë e stresume, se e kom di që kur është vend i hopër nuk ndihmi shumë, edhe ka pas shumë publik edhe aty pak u konë stres, po mas ta nej mas një kohë e kom kuptu që është pak normal. Normale, Tuana? Si shta dhe Libuna dhe për mua kom pak stres, ka qenë po ashtu ambjenti i hopër edhe të futen ato mendime në kokë, mos po fluturoj notat, mos po ndodh diçka e keqe në skenë, edhe po gjithçka ka shku shumë mirë, na ka përfundu çdo pikë shumë mirë, na ka kalu shumë mirë. E kam edhe një pyetje të fundit, para se me shku te një pikë muzikore që e keni shfaqe atje, që do ta përsërisim këtë. Cili ushqim atje ju pëlqeu më shumë ti? Mu personalisht më kanë pëlqyer llokumat. Llokumat. Nuk kam provu shumë sane, po në përgjithsisht kanë qenë shumë mirë. Kanë mungu ushqimet e mamit, a? Kanë mungu ato, po. Tuana? Kanë qenë njëjta, parafërsisht kanë qenë edhe në Kosovë janë gjysma ushqime si të njëjta. Llokumat. Llokumat, si të krejtëve neve. A keni mësuar ndonjë fjalë turqisht? Po. Hajde Tuana. Tuana kam mësuar më shumë. Kam mësuar që me prezantu veten. Hajde lutem bëje. Merhaba, benim adım Tuana, 12 yaşındayım. Në gjuhën turke i bjen kjo, unë quhem Tuana, jam 12 vjeçare, kena mësu për shembull si me thonë mirë mëngjes, natën e mirë, fjalë leta. Adriana, ke mësu? Jo, nuk e kom pyet shumë se më ka duk pak e vështirë dhe pak shqiptimi, kështu që s'kam pasur dëshirë. Unë e kom mësu që kur e kom mësu një traditë tynën, se fjalët më kanë duk vështirë, po që nëse e takoj një të moshuar në familje, do të m'ja marr dorën edhe m'ja përçap. Okej, ata ende e kanë këtë traditë, është e vërtetë, e kemi pa edhe në filmat dhe serialet turke, që ka qenë traditët e jona, po që është pak më në zhdukje, po që ty të kalon përshtypje. Po, më kalon shumë. Duket edhe ne nga ona e dajve tu e kanë këtë traditë. Se din. Okej, Tuana, Adriana dhe Tuana, edhe Libuna, kanë qenë vetëm 3 prej krejt fëmijëve, se keni qenë shumë, të cilët unë i përshëndes krejt fëmijët, mësueset edhe organizues, të cilët ju kanë dërguar në këtë pikë, një kurajo shumë të madhe për prindët e ju që kanë vendosur me ju thënë po, sepse goxha sfiduese me lan fëmijët me shku në një udhtim vet, po bravo ju qoftë për këtë guximin edhe besimin. Unë po du me ju përshëndet edhe me shikues tanë, me nda rubrikën e juaj me pikën të cilën do ta këndojmë tani, cila është Të falemi o dhe. Të falemi o dhe. Këtë e keni përformu edhe atje? Po e kena përformu. Jo vetëm në ju 3, keni qenë më shumë, po që do ta provojmë edhe me 3 banë. Po banë. Okej. Nashta na kushtet nuk i kemi shumë ideale si një studio ku i lajmë të gjitha pajisjet, por mjafton që talenti juaj të shfaqet para publikut të familja jonë. Unë ju falenderoj vajza që keni qenë sot shumë në emisionin Familja jonë. Pata shumë kënaqësi me ju parë. Për ftesën. Për ndryshe, për një kuriozitet të fundit, Libuna është vajza e nutricionistës Albulina Shabani Lazi, që me krenari po e shikon këtu. Libuna i kënë gjau mamit shumë edhe në të folur edhe në të paraqitur. Kështu që po vazhdojmë me pikën e juaj për me shku tek rubrika mamit tënd, Libuna. Të
të